kryesor apo edhe tercial? Sistemi referimit të pacientit patjetër është i detyrueshëm që të zbatohet, sepse edhe reforma shëndetësore që bëhet është për të rritur cilësinë e shërbimit. Po ashtu të kuptohet që shëndetësia nuk është vetëm që e merr gjithmonë neve kemi marrë fonde nga shteti, po neve me anë të siguracioneve, si e shpjegoi dhe doktor Fatosi, kush është i siguruar do paguaj nuk do paguaj, kurse i pasiguruar do paguaj për shërbimin që do marrë, për atë shërbim që ne do t'i ofrojmë. Në shërbimin e pediatrisë, ne kemi, me qenë se do futem në atë që dhe unë mbuloj në temën aktuale, shërbimi i pediatrisë aktivitetin e vetë ushtron një godinë të veçantë dhe ne kemi një specifik të veçantë që kemi repart në pranimit ku vinë dhe paraqiten të smurët me nozologji të ndryshme, po ashtu si poliklinika e vogël, po ta më thonë sa si referoi dhe doktor Fatosi. Duhet patjetër që të smurët i paraqiten përveç raste urgjente. Duhen patjetër të kenë nga rekomandimi nga mjeku i familjes, pavarësisht se ata nuk do paguajnë asnjë, po është vetë kjo që e kërkon, sepse do shënojnë të gjithë edhe në me anë të rekomandimit, do shtojmë dhe mjekimi që do vazhdoj, për shembull, mjeku familjes atje, ose për ekzaminimet, ose për imazharinë e gjitha këto gjëra që do bëhen. Reforma presupozon një gjë, rritjen e cilësisë së shërbimit tek në repartin tonë, në pediatri, pse se specifika jonë është çik më ndryshe nga të rriturit, edhe funksionoj me disa nën reparte. Dhe mendoj që me sigurimin dhe mos kemi një dyndje të veçantë në repartin e pranimit ashtu siç kemi në Ver, ku mjeku i rojes atje që është, bën mbi 100 ca vizita, edhe vetë kuptohet që nuk është, por duke u shpërndar puna të mjekët e familjes, dhe ne do të shikojmë që nuk do kemi një dyndje të tillë, edhe ato të smurtë të cilët do paraqiten në bazë të sistemit të referimit me rekomandimin e mjekut, edhe të gjithë të tjerë të rastet që janë urgjente, do marrë një mjekim akoma më të mirë dhe do rritet cilësia e shërbimit.